Trafishimi i prurjeve ujore të Drinit tek ura e Baçallëkut, krahasuar me 3 ditë më parë, ka bërë që gjatë ditës së të mos vijojnë punimet për shpime, ku do të ndërtohen bazamentet e kolonave. Siç tregojnë dhe pamjet filmike, rrjedha e Drinit është rritur ndjeshëm duke krijuar kushte të papërshtatshme për vijimin e punimeve. Aktualisht makineritë dhe gjitha elementet që lidhen me ndërtimin e kolonave të urës paralele të Baçallëkut qëndrojnë në pritje të uljes së nivelit të ujit për të rifilluar punën. Kolonat e urës së re do të mbështeten në 64 pilota me thellësi deri në 34 metra. Pjesa më e madhe e këtyre pilotave tashmë është përfunduar, ndërsa në proces kanë mbetur shpime për pilotët e 2 kolonave të fundit, por shkak të rikthimit të vërshimeve të Drinit, puna është ndërprerë përkohësisht. Ndërtimi i urës paralele të Baçallëkut është pjesë e projektit për zhërimin e rrugës kryesore hyrëse-dalëse të Shkodrës, që shtrihet nga Harku i Bërdice deri te Kisha e Zojës, në një gjatësi për 1.8 kilometrash. Megjithëse specialistët kanë dhënë mendime të ndryshme mbi afatin e përfundimit të punimeve të ndërtimit të urës paralele të Baçallëkut, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka kërkuar që ky investim të mbyllet brenda pranverës së ardhshme. Me ndërtimin e kësaj ure paralele pritet që të zgjidhet përfundimisht problemi i trafikut të rënduar në hyrje-daljen kryesore të qytetit të Shkodrës, sidomos gjatë stinës së verës, kur fluksi i automjeteve rritet ndjeshëm sa pritet në rrallë për orë.